Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar në lidhje me pretencën e dhënë sot nga Prokuroria Speciale për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin, duke kërkuar dënimin me nga 45 vite burg për secilin prej tyre. Pavarësia e Kosovës ishte vullneti i popullit të Kosovës, ishte sakrificë shekullore për të cilën dhan jetën mijëra dëshmorë civil të pafajshëm, e për të cilën luftuan me heroizëm dhe me luftë të pastër, ushtria çlirimtare e Kosovës. Gjenocidi, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës janë krime që Serbia i kreu kundër popullit të Kosovës në shekuj, tha Osmani përmes një reagimi në Facebook. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, Serbia kishte për qëllim shfarrosjen e popullit shqiptar, qëllim të cilin e shpërfaqi nëpërmjet vrasjes dhe masakrimit të mijëra fëmijëve, grave, burrave e të moshuarve, dhunimeve të mijëra grave e burrave, shkatërimit të qindra mijëra shtëpive, dëbimit të mbi 80% të qytetarëve të Kosovës nga shtëpitë e tyre, spastrimit etnik, zhdukjes me dhunë të mijëra personave dhe krimeve të tjera të llatarshme. Çdo përpjekje që tenton të barazojë luftën çlirimtare të UÇK-s me krimet e agresorit gjenocidal serb e minon besimin në drejtësi dhe e dëmton rënd paqen afatgjat. Kosova dhe qytetarët e saj kërkojnë drejtësi. Lufta e UÇK-s ishte e drejtë dhe e pastër. Kjo e vërtet nuk ndryshohet me tentime për ta rishkruar historinë dhe për ta njollosur dhe zhvletësuar betejën e popullit të Kosovës për liri, shton Osmani.